Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia gjatë inspektimit të punimeve për rikonstruksionin e kopshtit nr. 56 ka theksuar se bashkia po mban premtimin për rikonstruksionin e 23 kopshteve përpara nisjes së vitit të ri arsimor. Një tjetër kopsht në kryeqytet ka marrë një pamje krejt të re fal ndërhyrjes së bërë nga Bashkia e Tiranës. Kopshti Beni Ecënvet në njësi numër 1 është kthyer në një hapësirë cilësore për fëmijët duke ofruar ambiente të brendshme të rësisht të rikonstruktuara me një kënd lojrash. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia gjatë inspektimit të punimeve për rikonstruksionin e kopshtit nr. 56 theksoi se bashkia po mban premtimin për rikonstruksionin e 23 kopshteve përpara nisjes së vitit të ri arsimor. Kopshti Beni Ecënvet është kopshti i 18 nga 23, kështu që kemi një javë kohë edhe për 5 kopshte të tjera, derisa ta mbajmë 100% premtimin ton për një rinovim dhe rikonstruksion nga e para të gjithë kopshteve të Tiranës. Kështu që kur fëmijët kthehen nga pushimet javën tjetër, jo vetëm këtu në njësi numër 1 ku është deputeti Tmiri, por në të gjitha njësitë e Tiranës do të gjejnë infrastrukturë moderne dhe besoj që ashtu siç ka emrin kopshti Beni Ecënvet, ashtu është dhe qëllimi i bashkisë, çdo fëmijë të eci vet.